Linja hekurudhore nga Shkodra në Gjakov do ketë 7 stacione në një gjatësi prej 105.8 km. Televizioni Skan ka zbardhur detajet nga prezantimi i studimit të fizibilitetit për projektin që do lidh me hekurudh Shqipërinë me Kosovën, që u bë nga konsulenti pak ditë më parë pranë institucioneve shtetërore. Vlerësimi merr në konsiderat segmentin që nis nga Shkodra dhe përfundon në Gjakov, duke qenë se gjurma nga Durrësi deri në Shkodër do jetë e njëjtë me linjën hekurudhore Vorhani Hotit, për të cilën po zhvillohen procedurat tenderuese për ndërtimin e saj. Sipas dokumentit, segmenti Shkodër-Gjakov do të përmbajë 43 ura dhe 14 tunele, teksa gjatësia totale tuneleve është 35.3 km. Sipas prezantimit, kostot për këtë segment përllogaritet në 1.8 miliard euro. Rreth 1.7 miliard janë kosto që nevojiten për ndërtimin, ndërsa pjesa tjetër përllogariten si kosto për leje, shpronësime e të tjerë. Në prezantimin e bërë para institucioneve shtetërore nga konsulentët, thuhet se rezultatet dhe gjetjet e studimit të fizibilitetit dhe projektimit konceptual të hekurudhës Durrës-Prishtinë provojnë fizibilitetin teknik dhe qëndrueshmërinë ekonomike të projektit. Treguesit financiar të projektit sugjeron se ai nuk është financiarisht i zbatueshëm. Megjithatë, kjo është situatë e zakonshme për projektet e mëdha të infrastrukturës hekurudhore, thuhet ndër të tjera në prezantim. Nisur nga këta tregues, konsulentët ju rekomandojnë institucioneve që të kalojnë në fazën tjetër, por të mbajnë në konsiderat se projekti konceptual i tunelit mbështetet në informacione shumë të përgjithshme gjeologjike, hidrogjeologjike dhe gjeoteknike, duke kërkuar supozime të rëndësishme. Këto supozime duhet të vërtetohen në fazat e mëvonshme të projektit për të siguruar fizibilitetin teknik dhe financiar, thuhet ndër të tjera në dokument.